Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Qytetarët dhe bizneset e prekura nga përmbytjet do të dëmshpërblen. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku gjatë një inspektimi në Novosel të Vlorës tha se po hartohet një paketë dëmshpërblimi si për banesat ashtu edhe për sektorin bujqësor në vend, e cila do të bëhet publike të premten nga kryeministri Rama. Qytetarët dhe bizneset e prekura nga përmbytjet si pasojë rreshjeve intensive të ditëve të fundit nga shiu do të dëmshpërblehen. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku gjatë një inspektimi në Novosel të Vlorës tha se po hartohet një paketë dëmshpërblimi si për banesat edhe për sektorin bujqësor në vend, e cila do të prezantohet së shpejti. Të jeni në dijeni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këtë moment një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të Komitetit të Emergjencave ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për dëmshpërblimet që janë shumë të rëndësishme për të bërë të ditura dhe për të marrë informacion të gjithë familjet apo edhe bizneset e prekura. Zëvendës kryeministri theksoi se po merren masa për strehimin e personave të evakuar si pasojë e përmbytjeve, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që të mos kundërshtojnë largimin në rastet e rrezikut. Janë të angazhuar për ngritjen e të gjitha qendrave të akomodimit për evakuimet. Ne kemi shumë të qartë që banorët, e kemi parë këtë dhe gjatë periudhës tërmetit për të drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këtë momente. Sigurisht ne kemi marrë masat fushë dhe Ministri i Bujqësisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjysmëgjallë në këtë momente. Aktualisht, gjendja më problematike si pasojë e përmbytjeve në vend raportohet se është në Novosel, zonë kjo e cila është prekur nga vërshimi i lumit Vjosa nga shtrati. Nga i gjithë kjo situatë, fatkeqësisht në Durrës u shënua edhe viktima e parë e këtyre përmbytjeve, një punëtor 54 vjeçar që ishte rrëmbyer nga rrjedha e ujit 2 ditë më parë. Në këtë kanal kullues, në afërsi të ish repartit ushtarak në Durrës, u shënua viktima e parë nga tërbimi i motit. Astrid Hysena, i raportuar i zhdukur nga familjarët pas ditën e 6 janarit, është gjetur i pajet këtë të enjte. Shërbimet e policisë në bashkëpunim me polumbarët të Reneas zhvilluan kërkime intensive për të gjetur trupin e të ndjerit Astrid Hysenaj. Paraprakisht dyshohet se 54 vjeçari, punonjës së ndërmarrjes komunale në zonën e plazhit të Durrësit, është marrë nga rrjedha e ujit. Sipas Bashkisë së qytetit të Durrësit, Astrid Hysenaj, punonjës së ndërmarrjes komunale në zonën e plazhit, ishte paraqitur normalisht në punë. Bashkia Durrës informon se punonjësi i ndërmarrjes komunale plazh, zoti Astrid Hysenaj, më datë 6 janar është paraqitur normalisht në vendin e punës në orën 6 dhe ka ushtruar detyrën deri rreth orës 10, kohë në të cilën është larguar nga ambientet e punës. Rreth orës 16 të së njëjtës datë, familjarët e zotit Hysenaj kanë kontaktuar përgjegjësinë e ndërmarrjes komunale plazh për të marrë informacion pasi ai nuk ishte kthyer në banesë. Përgjegjësi i ndërmarrjes i ka informuar familjarët se punonjësi ishte larguar nga puna rreth orës 10:30. Më pas familjarët kanë njoftuar policinë e shtetit. Përmbytjet në vendin tonë morën jetën edhe një të moshuare në fshatin Progër në nëntor të 2025-s, fshati i cili sërish u përmbyt edhe këtë janar. Në fakt, gjithë situata me motin në rajon ka qenë problematike. Në Kosovë, gjatë ditës së sotme, lumi Sitnica ka dalë nga shtratin Mitrovic duke shkaktuar përmbytje në disa shtëpi dhe zona përreth. Autoritetet kanë njoftuar për evakuimin e mbi 15 familjeve. Në Maqedoninë e Veriut ka rënje dherash në segmentet e autostradës së Tetovës. Serbia po ashtu ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në disa qytete për shkak të ngritjeve, mes tyre edhe Novi Pazar, ndërsa në Greqi janë pezulluar një pjesë e mirë e lundrimeve për shkak të erës së fortë.
Reshjet e dendura shiu, ere fort dhe së fundmi borë. Kjo ka qenë panorama e situatës meteorologjike në të gjithë rajonin 3 ditët e fundit. Në Kosovë situata me përmbytjet është e vështirë për gjatë lumit Sitnica në Mitrovic. Lumi ka dalë nga shtrati duke shkaktuar përmbytje në disa shtëpi dhe zona përreth. Autoritetet kanë evakuar 15 familje. Në Maqedoninë e Veriut rruga Gostivar Strazh ka rrëshqitje dheu. E njëjta situatë paraqitet edhe në disa segmente të autostradës së Tetovës. Në fshatin Balindol, lumi Vardar doli nga shtrati duke përmbytur 10 parcela bujqësore dhe banesa, ndërsa vihet re dhe prodhimi reduktuar në tecin e Mavrovës. Përmbytje janë raportuar edhe në Manastir dhe zonën përreth. Malizi ka qenë po ashtu në pushtetin e përmbytjeve. Gjithsesi autoritetet lajmërojnë se situata hidrologjike në malin e Zi këtë mëngjes është më e favorshme se në ditët e kaluara dhe një rënje e niveleve të ujit është regjistruar në shumicën e stacioneve matëse. Në stacionin në Podgoric në lumin Moraqa është regjistruar një rënje prej rreth 1 metër dhe 15 centimetrash nga dje në orën 12 deri sot. Në Danilovgrad, niveli ujit ka rënë rreth 45 centimetra gjatë së njëjtës periudhë. Rritja vetme është regjistruar në liçenin e Shkodrës ku niveli ujit është rritur me rreth 25 centimetra që nga dje në mesditë. Në Serbi është shpallur gjendje jashtëzakonshme në disa qytete mes të cilave dhe Novi Pazar, ndërsa janë regjistruar probleme të shumta me furnizimin me energji elektrike. Trafiku i rënduar në Beograd ka bërë që transporti publik të devijojë qarkullimin. Pothuajse i gjithë vendi është përfshirë nga bora. Në Greqi 2 anije pasagjerësh u përplasën në portin e Pireut mëngjesin e kësaj të enjtje si pasojë e erës së fortë. Roja bregdetare njoftoi se mjetet lundruese prekën njëri tjetrin, pasi njëri prej trageteve po tentonte të ankorohej në port. Era e fortë ka bërë që lundrimi i mjeteve detare të jetë i kufizuar. Në Kosovë, në pjesën më të madhe të territorit, rreshjet e shiut ja kanë lënë vendin Borës, shoqëruar kështu me ngrica, ndërkohë që autoritetet kanë bërë thirrje që të udhtohet me kujdes në akset kryesore. Pas përmbytjes në Drenas, Malishev, Gjakov, Prizren dhe Mitrovic, rreshjet e shiut i kanë lënë vendin Borës. Autoritetet në Kosovë kanë bërë thirrje për kujdes në trafik pas rënjes së temperaturave dhe rreshjeve të Borës edhe në Prishtinë. Mbrëmjen e së mërkurës, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi rënje të temperaturave, çka pritet të shkaktojë ngrica në rrugët e vendit. Në një njoftim në Facebook, Instituti Hidrometeorologjik tha se në orët në vijim pritet të bjerë borë dhe era do të fryjë në drejtim të veriut dhe veriperëndimit, e shoqëruar nga një rënje e madhe e temperaturave në të gjithë Kosovën. Temperaturat pritet të kapin vlerën deri -9 gradë Celsius. Edhe policia i bën apel qytetarëve që të kenë kujdes në trafik. Vështirësitë më të theksuara në komunikacion thuhet se priten në rrugët malore, akset dytësore dhe zonat me relief të thyer, ku mund të ketë rrëshqitje dhe ngrirje të shpejtë sipërfaqeve rrugore. Këto paralajmërime vinë një ditë pasi vendi u përball me përmbytje, çka detyroi Ministrinë e Arsimit të mbyllte shkollat deri në 12 janar. Moti i keq nuk ka shkaktuar viktima apo të lënduar, por dëmet konsiderueshme në banesa, biznese dhe toka bujqësore. Po më pret në një komunikim të drejt për drejt, zotin Nahat Koçinaj zëdhënës, autoriteti i emergjencave civile në Kosovë. Përshëndetje. Se Koçinaj ju përshëndes, shumë faleminderit për kohën në këtë ditë ngarkuara, mirë se erdhët në Ballkan Update. Mirë se ju gjeta, përshëndetje për juve dhe shikues tuaj. Do doja ta nisnim fillimisht me situatën me përmbytjet, me çfarë kam parë sot. Lumi Sitnica në Mitrovic ka shkaktuar disa probleme, paktën me dhënat që unë kam, mbi 15 familje janë evakuuar. Ka ndryshuar numri i këtyre familjeve të evakuara dhe si është momentalisht situata? E vërtet, kjo është shifrës që do ju sapo e deklaruat, qëndron dhe ato familje janë evakuuar si pasojë e daljes nga shtrati i Lumit Sitnica në atë pjesë të Mitrovicës, derisa në rrjedhën e poshtme nuk ka pas dëme tjera sepse qyteti i Vushtrisë duhet kaloj dhe kalon lumi i Sitnicës, ka bon rregullime në shtratin e lumit dhe si pasojë në kuptimin pozitiv të fjalës nuk ka pas dalje nga shtrati. Ndërsa në gjithë vendin, sikur se tha edhe ju, Bora zaventsoi shiun me këtë dhe parandaloi fryrjen e lumeve shtretërve dhe daljen e tyre nga shtrati. Si rezultat erdhi te tërheqja graduale dhe ajo po vazhdon. Po, përpara se të kalojmë tek situata me Borën, ngricat edhe qarkullimin në akset kryesore të vendit, do të qëndronim dhe pak tek përmbytjet, për të kuptuar edhe se si është situata sot në disa prej komunave
me situatën e përmbytjeve më të komplikuar. Kemi raportuar ditën e djeshme për Drenasin, komunën e Drenasit, ku situata me përmbytjet ishte e vështirë dhe aty ishin evakuar rreth 20 familje, po ashtu Malisheva, po ashtu Gjakova, ku pati një vizitë dhe presidenti Osmanit të takimit nga afër, e të parjes nga afër të situatës. Sot në këto komuna, mund të themi se ka një përmirësim? Po, mund të themi se ka përmirësim, përveç këtyre komunave cilët ju sapo i cekën, gjithashtu qyteti i Suarejkës, Rahovetit, Linës, Junikut, ka pas goditje nga vërshimet, dhe më e fundit, pjesa e rrjedhës poshtme të Drinit Bardh, jetemi në pjesën e Prizrenit, Kushtrinit, ka pas dalje nga shtratje dhe ka vërshu tokat bujqësore dhe ekonomit familjare në atë pjesë të rrjedhës lumit Drinit Bardh. Derisa situata ndërsi, ditën e sotme ka qetësim dhe ai qetësim vazhdon, do thot është drejt stabilizimit përgjithshëm në gjithë territorin e vendit. Keni ju, zoti Koçina, një shifër të përgjithshme të gjithë familjeve të evakuara në gjithë territorin e Kosovës ku ka pasur problematika? Ato po mblidhen të dhona sepse në situatë dinamike e cila pas orë po ndryshon. Koku i rrjedhave të lumeve të cilët diku zbrazën, po diku tjetër më poshtë ato ka rrezik të eskalojnë. Deri më tani nuk e kemi përmbledh shifrën, po sigurisht se i cekët ju në Gjakov ka pas evakuim, në Drenac ka pas evakuim dhe sot në Mitrovic. Unë di që në një komunë u shpall gjendja e jashtëzakonshme në Malishev. Nuk di nëse në komuna tjera të Republikës Kosovës ka pasur shpallje të kësaj gjendje, se më pas do duhet ju pyes edhe ndoshta për atë që kanë menduar autoritetet që mund të jetë një lloj dëmshpërblimi. Aspekti i kompenzimit, ju themi, dëmeve në ekonominë familjare dhe kudo dëme që ka shkaktuar personave privat, bizneseve dhe çfarëdo dëmi tjetër që ka ndodhur në situatën e vërshimeve, natyrisht do pasojë pas vlerësimit dëmeve, i cili vlerësim bëhet nga ekspert të komunave tek ju janë bashkitë dhe ato si grup ekspertësh formojnë komision, dalin në teren dhe bëjnë vlerësimin e përpikt të gjitha dëmeve në cilin do sektor të infrastrukturë kritike, hoteleri, anvisëri dhe toka bujqësore ose dëme tjera. Pra, fillimisht ju vjen informacioni nga inspektimet që bëhen në teren nga punëtorët e komunave dhe më pas kalon tek autoritetet e tjera, apo jo? Pra, merret informacioni fillimisht se si është dëmi dhe përcaktohet më pas dëmshpërblimi. Keni eksperjenca nga përmbytjet e kaluara, pra ka problematika me këtë dëmshpërblimin nga situata post përmbytjeve? Ato vetëm në procesin e vetë kërkojnë kohën e duhur, a përndryshe procedohen në mënyrë të rregullt, pa anshëm për të gjithë dëmet në cilën do pjesë të territorit të Kosovës dhe komisioni qeveritar ban kontrollin e vlerësimeve të dëmeve nga komisionet komunale, do të thotë niveleve bashkive ose niveleve lokale këtu, dhe pastaj procedon në qeveri e cila ban refundimin e mjeteve për dëmet të shkaktuara. Zoti Koçinaj, dua t'ju pyes për atë që ndoshta të duhet të jetë pyetja që do të shtrohet më njëherë pasi situata të normalizohet. Pse vjojmë që të kemi përmbytje në Kosovë, meqense ju jeni zëdhënës i Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave aty? Një nga faktorët që unë po lexoja nga qëndrimi i ekspertëve ishte pikërisht edhe gryerja që bëi në shtretrit e lumenjve e palejuar. Është kjo një nga arsyet? Sigurt po, që është një nga arsyet, por gjithashtu edhe ritmi i zhvillimit urban në gjitha pjesë e teritorit Kosovës po e merr hakun e vet. Tani ai zhvillim urban jo rrallëherë nuk respekton standardet e duhura në kuptimin e ndërtimit të infrastrukturës dhe kanaleve, thjesht i themi të ujrave, dhe kjo si pasojë shkakton të lashet të cilat ju i shihni dhe ne ballafaqohemi dhe andej. Zoti Koçinaj, një pyetje të fundit për sa i përket qarkullimit në rrugët kryesore nacionale të vendit. Interes të posaçëm, po them, kam edhe për autostradën Ibrahim Rugova, që lidh edhe dy vendet.
Unë e kam kalu sot 2 herë, sepse vendi imi i punët është në Prishtinë, nëse i banimi në Prizren, dhe kemi kalu panoj të lëshet veçanë, kështu. Pra të gjithë akset nacionale në sistemi rrugor në Republikën e Kosovës është i kalueshëm. A ka ndonjë thirrje që bëjnë autoritetet për shoferët, ata cilët janë përdorues të mjeteve në mënyrë që të shmanget ajo që sigurisht nuk urohet, aksidentet edhe më pas akoma e më keq fatkeqësitë, humbjet e jetëve? Natyrisht edhe neve kemi bërë apel si Agjencia e Menaxhimit të Emergjent, përveç institucioneve tjera, do thotë drejtorive përkatëse për mbajtjen e rrugëve, me ndryshimin e temperaturave, me rënien e borës. Nuk kupton që dhe që është stresa akull në rrugë, prandaj kujdesi veçantë ngasëve të automjeteve që të kenë kujdes dhe mos përdorin rrugtimet e panevojshme, sidomos në këtë situatë kur edhe vërshimi po të avensohet me borë dhe kushtet e motit po përkeqësohen për gjithë banorët e vendit. Një pyetje të fundit, keni një numër të punonjësve të Agjencisë Emergjencave Civile që janë në terren aktualisht? Patjetër që kemi, ne i referohemi si struktura operative në terren dhe strukturat koordinuese të cilët janë në sistemin e koordinimit të ofrimit ndihmës, që janë 112 thirrën e lehtë, të cilët janë 24/7 pa pagesë të shtrira në gjithë vendin. Strukturat operacionale tek neve fillimisht i referohemi kapaciteteve zgjafikës së shpëtimit, të cilën përbërje kanë rreth 800 pjesëtarë, këto shto njësitë e policisë, trafikut ose patrullat e gjashme dhe vullnetarët në komunat caktuara kanë specializim tek shpëtimin dhe ndihmën në raste të fatkeqësive. Zoti Koçina, ju falenderoj për të lidhje të drejtë për drejtë, uroj që gjithë situata të mbetet nën kontroll. Faleminderit, urojmë edhe për juve të ketë qetësim, situata sa më shpejt dhe me dëme dhe pasoja sa më të vogla. Faleminderit, ju përshëndes. Ka pasur një aksion sot nga Prokuroria e Prizrenit, në pranga janë vënë 2 drejtorë byros kosovare të sigurimeve, Sami Mazreku dhe Valon Berisha, për një skem mashtrimi me siguracionet automjeteve. Njihemi pak. Prokuroria e Prizrenit ka ndërmarrë mëngjesin e kësaj të njëjtë një aksion të madh pas dyshimeve për keq përdorime financiare brenda Byros Kosovare të Sigurimeve, institucion përgjegjës për administrimin e sigurimit të detyrueshëm të automjeteve në Kosovë. Operacioni është drejtuar nga 8 prokurorë në udhëheqjen e kryeprokurorit Prizrenit Petrit Kryeziu. Në listën e të dyshuarve janë 45 qytetarë, drejtori ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimeve, si edhe drejtori i financave të kësaj byroje. Ata dyshohen se kanë përfituar para në mënyrë të kundërligjshme duke keq përdorur pozitën zyrtare dhe besimin. Rolin kryesor në dëmin që pretendohet se i është shkaktuar buxhetit të byros në vlerë mbi 1 milion euro e kanë pasur 2 zyrtarë të lartë të këtij institucioni, Sami Mazreku dhe Valon Berisha, ky i fundit në cilësinë e drejtorit financave. Sipas dyshimeve, Mazreku dhe Berisha kanë marrë llogaritë bankare të 45 qytetarëve, tek të cilët kanë transferuar mjete financiare përmes marrëveshjeve të parapërgatitura, nga të cilat më pas kanë përfituar mijëra euro. Po ashtu, ata dyshohet se kanë identifikuar qytetarët përfshirë në rast të aksidentesh trafiku, të cilëve u janë transferuar para me arsyetimin e kompensimit të dëmeve. Me këta qytetarë janë bërë marrëveshje që një pjesë e vogël e mjeteve të mbetej atyre, ndërsa pjesa më e madhe e shumës së transferuar përfundonte tek Mazreku dhe Berisha. Autoritetet kanë bastisur shtëpitë e 2 zyrtarëve. Dyshimet e këtij operacioni lidhen me manipulime të mundshme në kompensimin e dëmeve. Në operacion janë përfshirë 300 policë të njësisë krimit ekonomik, ndërsa ai ka vazhduar përpos Prizrenit edhe në Prishtinë, Gjilan, Mitrovic, Drenas, Pej, Obiliq dhe Gjakov. Ne kemi mbritur në fund të Ballkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë në adresën tonë zyrtare të webit abc.news.al ku mund të klikoni dhe të njihni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Jo në qëndroni me ne, vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifti me Sport Center. Faleminderit për vëmendjen.